Gjatë ditëve me rreshje intensive dhe rritje të ndjeshme të niveleve të lumejve Vjosa dhe Seman, kohë kur situata në terren është ndjekur dhe raportuar në kohë reale nga televizioni Apollon, 10 pompat e hidrovoreve numër 1 dhe numër 3 të Darzezës, të pajisura me 2 stacione pompimi, kanë funksionuar me kapacitet të plot për përballimin e situatës së krijuar nga dalja e lumejve nga shtrati dhe për të shmangur përmbytjet masive. Kështu u shprehur për televizionin Apollon përgjegjësi i hidrovoreve të Darzezës, Tomor Braho, i cili thekson se këto hidrovore kullojnë më shumë se 31.000 hektar tokë bujqësore dhe shërbejnë dhe për mbrojtjen e zonave të banuara në njësitë administrative Frakull, Levan dhe Dërmënas. Sipas tij, përmbytjet janë kufizuar kryesisht në zonat pranë argjinaturave, duke shmangur dëme më të mëdha në tokat bujqësore dhe zonat e banuara, ndryshe nga rastet e mëparshme. Koha e kërkon që këto të zëvendësohen me teknologji të re, një projekt i Bankës Botërore ka vendosur të rinovojë pompat e hidrovorit numër 3 me do vijen pompa zhytëse. Shpresojmë që teknologjia është e kohës të fundit. Besoj që vitin tjetër do filloj të jetë më efektive. Koha e kërkon që këto të zëvendësohen me teknologji të re, një projekt i Bankës Botërore ka vendosur të rinovojë pompat e hidrovorit numër 3 me do vijen pompa zhytëse. Shpresojmë që teknologjia është e kohës të fundit. Besoj që vitin tjetër do filloj të jetë më efektive. Hidrovorët e Darzezës janë hidrovorët më të rëndësishëm të zonës, kullojnë rreth 33.000 hektar tokë nga drejtëderja e Vjosës në të Semanit. Rëndësinë e tyre e provuan më tepër tani gjatë kohës së përmbytjeve. Janë në gatishmëri të plot. Hidrovori Kiemi ka 7 pompa që janë të gjitha në punë. Hidrovori numër 3, që është pak më tutje, ka 3 pompa dhe ato janë në punë në gatishmëri. Nuk kemi pasur asnjë problem. Duke ju referuar faktit se hidrovorët e Darzezës janë ndërtuar për një hidromodul të përcaktuar për rreth 6 litra në sekond për hektar, është projektuar ndërtimi i hidrovoreve të rinj të teknologjisë më të fundit, me kapacitet disa herë më të madh për të përballuar rreshje me intensitet të lartë, e thëndryshe më shumë litra në sekond për hektar se kapaciteti aktual, është shprehur përgjegjësi i hidrovoreve të Darzezës, zoti Braho. Gjithashtu, sipas të njëjtit burim zyrtar, duke pasur harmonizim ndërmjet kanaleve të sistemit kullues dhe gjendjes teknike të hidrovoreve, gjithmonë do të ketë përballim të rreshjeve dhe shmangje të përmbytjeve jashtë zonave të përcaktuara me ligj, që i përkasin shtretërve të lumejve dhe jo ndërtimit të objekteve të banimit apo aktiviteteve të tjera me destinacione tregtare dhe shërbimesh.